Protestat në Shqipëri. Cilat mendoni që janë shkaqet reale të këtyre protestave? Kush është simptoma e vërtetë e këtyre protestave? Po, janë shumë. Ky revolucioni i flamingove ishte në një farë mënyrë pikë e vlimit, ishte pakënaqësi e madhe akumuluar ndër vite. Ishte atëherë kur ishte kapaku, si thuash, që shpërtheu, pra një teren eterik i cili shpërtheu sepse një akt i madh, po themi, abuziv, i dhunshëm, arrogant, me simbolik në flamingo e bëri që të përfaqësoj pakënaqësitë e shumë qytetarëve dhe si e tillë aty të mos ishte vetëm një revolt për mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen e pasurisë kombëtare, natyrore dhe refuzimin që për hir të leverdive, interesave personal që kryeministri ka për t'u afruar me shpinë e bardhë, duke ju servilosur Kushnerit dhe Ivanka Trump, që një pasuri natyrore e Shqipërisë mos të bëhej viktim e këtij, po themi, abuzimi dhe shumë qytetarë u ngritën së bashku sepse ajo ishte thjesht një këmbën alarmi për nivelin e madh të abuzimit, padrejtësisë, mungesës transparencës, mungesës së konsultimit, mënyrës se si kryeministri vepron me pasuri natyrore si ta kishte pronën e vet, me mënyrën se si interesat e vendit shiteshin për fati politik personal të kryeministrit. Pra ishte një konglomerat faktesh dhe arsyesh pse njerëzit të ndier të nëpërkëmbur, të abuzuar, po edhe të pabarabart faktikisht janë ngritur, sepse aty u pa që policia ishte dërguar për të mbrojtur një rrethim të palishëm, ku punonin makineri në mënyrë të palishme, dhe ku mbronin madje roje private, të cilët në sytë e policisë kidnapuan morën peng njërin prej protestuesve, troqën zvarr në sytë e kamerave me atë lloj arrogancë dhe dhune dhe godisnin. Pra ishte ky si thua manifestim ekstrem, i cili e shpërtheu, si thua, këtë pakënaqësi. Dhe soldi në këtë val protesta, të cilat një temë lokale e bën temë qendrore. Dhe mobilizuam atje edhe mediat ndërkombëtare dhe marrë diasporën. A do të prodhojnë këto protesta një ndryshim real politik, apo parashikoni se me kalimin e kohës mund të shuhen? Po, ato tashmë kanë arritur disa gjëra konkrete, në kuptimin që kanë thyer monopolin e partive tradicionale, monopolin për faqësim politik, për herë të parë pas vitesh një kaos kombëtar ngrit jashtë kontrollit të partive tradicionale, detyruar të reagojnë në një agent që nuk e kishin vendosur vetë. Po ashtu treguan se pra ky është një arritje e madhe. Ato thyen monopolin e ekskluzivitetit, pra duopolin mes dy partive, po edhe monopolin e menaxhimit të zemërimit që kishte Partia Demokratike. Bile treguan që Partia Demokratike nuk përfaqëson tamam zemërimin e qytetarëve, prandaj ata u detyruan të dilnin në rrugë. Madje për thyrjen e këtij monopoli së pari dhe më së shumti u sulmuan pikërisht nga Partia Demokratike, që i quajti soroist, i quajti përfaqësues Serion Veliajt, madje organizoi dhe anti-mitingun e parë për t'i eklipsuar. Kështu që së dyti pastaj theu edhe monopolin e mediave, se mediat fillimisht urpoqen të mos e raportonin edhe ta injoronin, edhe mos e trajtonin të çështje, mirë po nga një anë rrjetet sociale, mediat alternative online, mënyra se si u shpërndau, bë virale në internet, dhe nga ana tjetër pastaj edhe mediat ndërkombëtare bën që pastaj këto protesta të marrin aq shumë vëllim sa mos injoroheshin nga mediat tradicionale dhe bën pjesë e saj. Pra shpërthimi, kur se flasim për shpërthimin, ajo është, ju kujtoj për shembull rastin se si shpërtheu pranvera arabe me Mohamed Bouazizi në Tunizi, një shitës ambulant, i cili në 2011 i vuri flakën vetes,
dhe ajo si thua sepse u posturuan nga autoritetet lokale dhe ajo si thua shpërtheu të gjitha të revolucionin Jasemit ose pranverën arabe siç e njohim ne. Kështu që kjo është një rast që ndodh edhe në hera tjera dhe lëvizja në farë mënyrë ka zbuluar edhe ka kompensuar boshllekun e opozitës tradicionale shqiptare, sepse në qeshën para në përgjithësi pak kënaqësi kanalizohet nga partitë opozitare. Kjo protestë u shpreh në mënyrë autonome, duke thënë që jo çdo zëmërat shkon nëpërmjet Partisë Demokratike dhe mori këto për masa ku mobilizoi edhe diasporën, mobilizoi edhe solidaritet ndërkombëtar, mori mbështetje nga organizatat ndërkombëtare dhe mbulim mediatik, pikërisht edhe për shkak të profilit të madh që ka Kushneri dhe Ivanka Trump. Kështu që në farë mënyrë revolucioni i flamingove nxori në pa shumë gjëra bashkë edhe shtyu madje edhe institucionet e drejtësisë të angazhohen. Sot e kishim një operacion shumë të rëndësishëm të SPAK-ut, ku përfshihen edhe disa prej individëve të përfshirë në çështjen e Zvërnecit. Po ashtu kemi parë që dita ditës dalin abuzime të reja që flasin jo vetëm për mungesë transparence, por edhe për mungesë zbatimit të ligjeve, për veprime të dyshimta, për fakt edhe për mashtrime ndaj opinionit publik të bëra nga qeveria dhe nga institucionet zyrtare, të cilat e kanë thënë që është investim amerikan, por del gjithmonë më shumë që Kushneri dhe Trump kanë qenë më shumë aty sekser, sepse investitorët i bie të jenë dy investitorë siriano-katarez, të cilët kaluar janë njohur ose janë akuzuar e denoncuar si mbështetës të Al-Nusras. Pra edhe këtu pastaj ka ushqyer shumë edhe mënyra arrogante me cilën qeveria e ka trajtuar, në vend që ta kompensonte ose ta adresonte nevojën që kishte qytetar për më shumë informacion, për transparencë. Qeveria është përpjekur që ti nëpërkëmbë të tallet me ta ti poshtroj, duke akuzuar fillimisht si të dërguar grek, pastaj si anti-amerikan, si marksist që s'duan zhvillimin, si soroist, së fundmi si produkt të luftës hibride të iranianëve, kështu me radhë, dhe kjo vetëm e ka ushqyer më tej këtë protestë. Dhe këtu dhe suksesi përfundimtar këtu nuk është thjesht me ndalimin e këtij projekti, unë mendoj se ky projekt nuk do vazhdoj, jo vetëm për shkak të angazhimit të drejtësisë, siç e pam sot, por sepse pesha ose kosto e reputacionit në nivel ndërkombëtar për investitorët është aq e madhe sa edhe nëse ecim përpara do ketë vështirësi më tutje dhe do ketë probleme më dhaja edhe me gjetë bashkëpunëtor, investitor, por edhe klient për të shitur ose për të bler ato prona që ata do ndërtojnë. Por mendoj se suksesi kryesor nuk matet vetëm me ndalimin e këtij projekti, sepse ky projekt besoj do të ndalojë siç ndaloi edhe në Beograd. Edhe në Beograd pati një rast të ngjashëm, nëse në Shqipëri tre parqe kombëtare, po them tre zona të mbrojtura të peizazhit të mbrojtur Pishporo, Nart, Glugderën e Vjosës dhe Sazanin i hoqin nga mbrojtja legale për të hapur rrugën e këtij investimi të dyshimit. Një gjë të ngjashme pam edhe në Beograd, ku për t'u afruar me dhomën ovale, Vučići i dha mundësinë për të investuar në ndërtesën e dikushme të Shtatmadhërisë, të ushtrisë jugosllave, që ishte monumente. Tani kemi atje protestat e mëdha që shpërthyen atje, detyruan drejtësinë të vijnë në lëvizje, të vinden në akuza ministrin e kulturës edhe disa zyrtarë të tjerë që ishin marrë me heqjen e mbrojtjes institucionale ndaj monumentit dhe detyruan atje Kushnerin që të rriqet. Besoj se njëra gjë do ndodhi edhe këtu. Por testi i vërtet i revolucionit flamingove nuk është thjesht ndalimi i këtij projekti, por është nëse do lëri prapa një kulturë të re qytetare, një praktikë të re, një brez të ri të rinj të gjeneratës Z që deri dje kanë qenë indiferente ose kanë parë të vetëm mënyrë për të angazhuar ose për të kontribuar në vend e kanë parë duke emigruar, mund të jenë një brez i ri i arshëm, njerëzish aktiv politik që edhe mund të ndërmarrin organizata ose parti politike të reja. Pra, mendoj se kjo do të situash testi i vërtet, nëse kjo protestë do krijojë një frym të re të ndjeshmërisë në opinion publik, që vë gjithë elitën e vjetër politike, PD dhe PS bashkë, e vë në një presion dhe në një alternativë, pra duke paralajmëruar ose duke dhënë sinjale që
eventualisht ata janë duke humbur rolin dhe eventualisht Shqipëria është duke hyrë në fazën e re, duke dhënë fund tranzicionit postkomunist. A mendoni se këto protesta mund të ndikojnë negativisht për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, apo dhe investimeve të huaja, apo dhe turizmit në Shqipëri? Shti marrim me radhë, se janë tre gjëra të ndryshme. Për sa i përket turizmit, unë mendoj që për së vërtetës mendoj që nuk, domethënë, Shqipëria vetëm ka pasur një ribrandim ndërkombëtar, sepse ne njohim mirë edhe di mirë që fatkeqësisht nami i Shqipërisë në lajmet ndërkombëtare ka qenë kryesisht për afera korruptive, për korrupsion, për në kinematografi kemi parë që portretizohen si trafikant, krim, kështu që ndërkohë po del krye ndryshe në media ndërkombëtare, si asim më parë që po kthehet vëmendja, siç e thash për shkak të profilit të Kushnerit. Dhe si e tillë po del si një popull i vogël i cili refuzon të illustrohet fuqive të mëdha ose njerëzve të pushtetshëm. Po del si një vend i vogël, po i varfër, por që prapë nuk i shet vlerat e veta për shkak të miliardave që vijnë nga lindja e mesme. Pra në këtë aspekt u mendoj që është krejt e kundërta në aspektin e turizmit, sepse ka ndjellur një simpati, domethënë ka ngjallur një solidaritet të madh, aq më tepër kur dihet që Kushneri dhe në veçanti për të gjithë familja Trump edhe me të kaluarën e freskët edhe të krizës së ardhur për rritjes së kostos pas ndërhyrjes në Iran, nuk është më në maksimumin e njeriut popullor, po themi, në arendë ndërkombëtare, plus që dihet tashmë që investimet e tij nuk vinë se ai është super i zoti, po ai ka përdorur influencën e vjerit të vet për të bërë i pasur më shumë se çka qenë, sepse në fundit edhe financuesi kryesor të fondit të tij investitor janë Arabia Saudite dhe monarkitë të tjera të lindjes së mesme. Pra nuk është se ai ka fituar besim, respekt në investitorëve nga vetë demokratike kapitaliste, por kjo është një lloj transakcioni ku ata për të blerë influencë e shtëpia e bardhë dhe familja Trump i fusin paratë te ky fond investim. Në këtë aspekt kjo temë, po themi, e rëndë e abuzimit të nivelit lartë me pushtetin e autoritetin ka patur dhe ka gjetur një përplasje mund në Shqipërinë e vogël, edhe në këtë aspekt shumë nga anë mban bota e shikojnë këtë me simpati, me thënë drejtën, edhe me shumë, unë e kam parë edhe me rreth një tip të shokëve e shoqeve që kam pasur nga vende ndryshme të botës, gjatë kohës studimeve të mia ose konferenca seminare të shumta ku kam qenë jashtë, që e shikojnë me një lloj admirimi se si Shqipëria bën rezistencë kësaj gjëje. Kjo ka të bëjë me turizmin dhe reputacionin. Së dyti, merrem vesh që kjo çështje është çështje që ka të bëjë me drejt për drejt me kriteret e Bashkimit Evropian, ka të bëjë me piketat e përcaktuara në proces, me kapitullin 27, kapitulli mjedisit e klimës, ku kërkohet në mënyrë specifike anullimi i ligjit 2015 për investimet, kërkohet që të rehabilitohet, po themi, edhe të rikthehet mbrojtja ndaj zonave të mbrojtura, kërkohet respekti që përmbushja e atyre kritereve të bëhet sa më shpejt. Pra, çështja kryesore këtu është që këto janë piketa që janë vendosur nga Bashkimi Evropian, këtu nuk është thjesht vetëm për shembull piketa 27.5 për shembull, thot konkretisht që të hiqet ligji ose më saktë ligjit amendimi i ligjit për zonat e mbrojtura, dhe ishte ai amendim që hapi rrugën buldozerëve për të prishur habitatet natyrore që janë të kategorive ndryshme. Pra, ato janë në këtë aspekt dihet mirë që Bashkimi Evropian ka një ndjeshmëri shumë të madhe ndaj ambientit, dhe nëse këto kërkesat e Bashkimit Evropian do bini veshurve, po mos kishin protesta, prapse procesi do bllokohej. Kështu që shpresoj që pasi ndodhen protestat dhe pasi Bashkimi Evropian tashmë është shprehur për kriteret edhe që nevojnë që qeveria të rishikojë projektin e saj në Zvërnec, shpresojmë që të zhbllokohet integrimi evropian në aspektin e procesit, të zhbllokohet dhe qeveria të përmbushi ato parakushte që janë vendosur. Pra, jo vetëm që protestat nuk e bllokojnë, por protestat kontribuojnë në zhbllokimin e
avancimit me këtë proces, sepse janë në përputhje të plot me rekomandimet, me benchmark që ka vendosur Bashkimi Evropian, me piketat që ka paraqaktuar Bashkimi Evropian. Pra, kemi një martesë të mirëfillt, po themi një harmonizim qoftë të qëndrimeve të protestuesve dhe shkaku për cilën është bërë protesta, qoftë edhe të deklaratave të Bashkimit Evropian në formë zyrtare para se të nisin protestat. Në suazën e këtyre protestave dhe pakënaqësisë së madhe të akumuluar gjatë gjithë këtyre viteve, jo vetëm ndaj qeverisë Rama, por ndaj gjithë qeverisjeve të këtyre 36 viteve të fundit në Shqipëri. Pakënaqësive brenda dhe jashtë vendit që janë shprehur edhe nga diaspora në protesta të ndryshme dhe pritet të shtohen edhe më shumë dhe shumë pjesë mërgjimtar pritet të rikthehen këtë fundjavë për protesta edhe më të mëdha. Nëse do të ishit këshilltar i zotit Rama, çfarë do t'i thoshit në këtë rast për ta përmbyllur? Po, padyshim që unë pëlqen të them që do duhet të ketë ndërheqje shumë kohë më para, sepse me kaq shumë afera korruptive, skandale të njëpasnjëshme, do duhet të ketë ndërheqje shumë kohë më para, me thënë drejtën, sepse mjafton shikohet çfarë po ndodh me Spakun edhe me njerëzit e tij të afërt edhe me një zëvendëskryeministër që është në Rati edhe zëvendëskryeministër tashme që është duke ballafaqur me akuza, në një vend normal demokratik do duhet të kishte ndërheqjen prekosh. Në vendet perëndimore japin ndërheqje vetëm kur përflitet skandalet, kurse këtu janë vendosur pranga e prapë s'ka dhënë ndërheqje njeri. Kështu që nëse do bëja praktikën tipike të një vendi perëndimor evropian ku ne aspirojmë të shkojmë, do të ishte ndërheqja shumë kohë më para se të ishte kjo protestë. Adrian Urellari, faleminderit që ishte me ne. Faleminderit, kënaqësi.